Një rezolutë është miratuar për Shqipërinë në grupin parlamentar europian nga Partia Popullore Europiane, ku vlerësohet marrja e statusit të kandidatit në raport me BE-n. Gjithashtu, grupimi i djathtë europian shpreu shqetësim për përkresimin e situatës politike që ka çuar në mungesën e dialogut dhe bashkëpunimit në Shqipëri. Rezoluta përmban 11 pika. Disa nga problemet kryesore që ngre ky dokument janë polarizimi i situatës politike, dënimi i shkeljeve të përsëritura të ligjit nga ana e mazhorancës. Gjithashtu, rezoluta dënon kërcënimet nga përfaqësues të shumicës ndaj opozitës, edhe në sallën e parlamentit. Sulmet fizike dhe kërcënimet me jetë nga ana të zgjedhurve socialistë cilësohen si të tmerrshme. Më tej thuhet se qeverisja e mazhorancës ka penguar për një kohë të gjatë të drejtën kushtetuese të opozitës për krijimin e komisioneve hetimore parlamentare në shkelje të kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese. Po kështu denoncohet praktika blerjes së votës nga Partia Socialiste në zgjedhjet lokale në 3 nëntor të 2013. Grupimi i djathtë i eurodeputetëve shprehet se është për të ardhur keq dorëheqja e deputetëve femra për t'i lënë mandatin burrave, shpesh me një të shkuar kriminale. Për sa i përket ndarjes administrative, në rezolutë nënvizohet se ajo u miratua në mënyrë të njëanshme, pavarësisht nga tradita e konsensusit. Në një tjetër pikë ngrihet shqetësimi për largimin nga puna të shumë punojësve të administratës publike, sidomos në sektorin e policisë. Nuk mungon në tekst edhe nxitja e koalicionit qeverisës në respektimin e ndarjes së pushteteve për të mos cënuar pavarësinë e institucioneve. Muajin e kaluar, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës u bëri thirrje partive në pushtet që të mos përdorin shumicën për ta nënshkaluar opozitën. Një tjetër paragraf i rezolutës bën thirrje për reformë në drejtësi bazuar në konsultime dhe konsensusin e qeverisë, opozitës dhe aktorëve të tjerë nën kujdesin e Komisionit të Venecias dhe të institucioneve të tjera evropiane. Në fund të rezolutës i bëhet apel Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian që të monitorojnë dhe të ndërmarrin veprimet e duhura për të ndihmuar në kapërcimin e krizës politike në Shqipëri.